Mirëmbrëma miq. Tashme veç po hym në muajin zgjedhor, të zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. Para një javësh folem pak për datën, pse pikërisht është kjo datë, pse u caktua kjo datë. Megjithatë, partitë politike, veçanërisht këto që kanë qenë në opozitë këto 4 vjet e fundit, kur Kurti ishte në pushtet, e kanë marrë këtë proces si shumë normal, shumë të relaksuar, duke i hapur partitë e tyre edhe për koalicione, edhe për aderime të reja, edhe për mundësi të bashkëpunimit mes tyre në një qeveri të ardhshme, e cila do ta lente zotin Kurti në opozitë. Do ta lente në opozitë sepse mendoj se kështu do duhet të ndodhte. Për shumë çka që kemi fol deri tash, se ky njeri vetëm gjë që e meriton është shkuarja në opozitë, apo me thonë me pakta që e meriton është shkuarja në opozitë, në mënyrë që Kosova të marrë një rrugë tjetër, një drejtim tjetër, atë të integrimit, atë të bashkëpunimit, atë të qetësimit të gjakrave, të integrimit në Bashkimin Evropian, por megjithatë deri të mrrim në atë pikë ka goxha rrugë. Për këtë temë, për aderimet e reja, për mundësinë që mbas edhe Visari mlen, domethënë, dhe mund t'i bashkohet ndaj partije politike, siç është raportuar në disa media, do të flasim sonte me të. Visar, faleminderit që erdhe edhe një herë. A do t'jesh... Sa që arisë për shota në rregull. A do t'jesh ende në VV Show, në Debat Plus, apo mund të kem mysafir si një antar i një partije politike? Jo, nuk e kam ndërmend, me aderu, as me hyrë për lista për këto zgjedhje. Unë nuk e kam nda mendje ndë që të kthehem prapë në angazhimin aktiv politik, edhe pse këto nuk e përjashtoj komplet, mirë, po tash për tash jo. Natyrisht unë kam marrëdhënie të mira edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me Partinë Demokratike të Kosovës, edhe me Aleancën për Armërinë e Kosovës, edhe kam pas takime, e do të kem takime me ta. Sepse unë mendoj që është në interes të kësaj gjendjes politike në cilën jemi ne. Pastaj edhe në punën që bëjmë ne, na kemi edhe interes edhe nevojë me u taku me parti politike, me pa që shohin ata të armën e Kosovës, ata me pa që na mendojnë që është këndesh me qenë armëja e Kosovës, dhe mendoj që kjo është plotësisht natyrale. Nuk ka pengu shumë edhe vazhdon më pengu që ky lloj demonizimi që i bëhet, domethënë takimit, po dorën zemër unë pengon shumë edhe demonizimi që tën t'i bëhet nganjëherë dhe angazhimit të njerëzve në politikën aktive. Pra po njëri ka plotësisht drejt, madje unë edhe e vlerësoj dikush që i mushet mendja dhe ka zemrën plot edhe shkon në një parti politike për me dhënë kontributin e vet aty. Mirë po këtë rol unë nuk jam njëri prej tyre. Unë kam pas përvojën time politike, më duhet hala të shërohem nga vetëvendosja, kështu që nuk mundem si ka normal. Si ka normal. Alo, mendoj që është jam në proces të risocializimit. Ti mirë shekon, që atëherë bëjshë që... E kom shefar. Pati raportime për aderim në LDK. Pse pikërisht u përmend LDK-ja? Po nuk e di, tash nuk e di nga ka dalë ai lajm as... Natyrisht është dashur me të kontaktu ty, se ne jemi kolegë, jemi këtu të përgjithshëm. Mendoj, jo vetëm se... Ke çastin telefon, ke çastin në rrjetet sociale. Më e pakta që duhet bëhet nga medium, mendoj në secilin rast, jo vetëm në rastin tim, është se flitet për personin, duhet me vetë personin që përmendon. Dhe e pastaj përgjigjen, dhe ty pastaj mundesh me thonë megjithatë ne e kemi informatin shumë radhë, vazhdon tekstin që dush natyrisht. Dhe kjo nuk mendoj që ka qenë në rregull që s'm kanë kontaktuar, se kisha mujt më tregu shumë lehtë mes telefonit. Më kontaktojnë mediat, po më pyet për zhvillimet politike shumë shpesh. Nganjëherë ju kthej përgjigje, nganjëherë nuk kam kohë, po në këtë rast nuk më kanë kontaktuar. Po sidoqoftë, mendoj që tash pse ka dalë për LDK-n, kush e ka qitur, nuk e di. Pra po them, kam pas takim me zotin Abdigjikut, tash së voni, kam pas takim me Bedrion, pak më herë, kemi folur për zhvillime politike dhe kështu që e shohim. Dhe këtu nuk do t'i ndali kur. Dhe këtu takime unë nuk jam në asnjë mënyrë kështu për me i fsheh, as mos me tregu që i kam taku. Mirë, po jo kam bërë qartë që dyve edhe të tjerëve që kam shpreh interesim për bashkëpunim në politikën aktive, që këtë radhë unë nuk jam gati edhe nuk
mendoj që kontributi im brenda një partije politike kishte me qenë më i rëndësishëm se sa i kontribut që ja përmes paraqitjeve të mia publike. Do mendoj që aktualisht jam më i rëndësishëm në çet pozitë që jam se sa në një pozitë tjetër. Okej, e drejtë. Korrekt. Megjithatë, nëse ishe kthy në politikë, ku kisha mujt me të po? Ose kishim mujt me të po? Unë mendoj që Kosovës i duhet një parti e mirëfillt progresive socialdemokrate. Edhe një parti e tillë unë mendoj që duhet mos themelon Kosovën. Absolutisht e di që spajtohesh, po unë mendoj që Kosovës i Një djathtë ekstrem. Në rregull, po. Jo ekstrem kuptimin e mosdurimit që e kanë ata po. Ama Kosovës i duhet me pas një normalizim politik. Edhe normalizimi politik për mendimin tim, nëse dojmë me i përngjasu vendeve të Bashkimit Evropian, e mendoj që ato një model i tillë duhet njekur. Do të kishte me qenë nëse kemi një normalizim politik në kuptimin e partive ideologjike, për partive si grupime ideologjike. Kemi Parti Liberali, që është Partia Demokratike e Kosovës, e kemi Partin e Qendrës së Djathtë, pra pjesë e asaj që në Evropë quhet EPP, Partit Popullore. Partit Popullore, që është Lidhja Demokratike e Kosovës në Kosovë, dhe mendoj që na duhet një parti social-demokrate. Këtë hapësirë e kanë zonë aktualisht vetëvendosja. Ja, kemi një parti social-demokrate. I kemi 3, po se kemi asnjë. Unë mendoj që se kemi asnjë që duhet. Se edhe nisma social-demokrate është, po unë mendoj që kjo hapësirë ka mbetë e zbrasit. Dhe ekziston një dimension jashtëzakonisht i rëndësishëm i politikë bërjes sot, që është aspekti i gjelbër, të cilën mendoj që një parti do duhet të ambulante. Për mu, nëse më pyet, më miri kishte me qenë me pas një parti e cila e ka një dimension të ideologjik, të një shpërndarje më drejtë dhe drejtësi më të madhe sociale, që i bjen aspekti social-demokracisë në kuadër të zhvillimit ekonomike, veçanërisht si të them kështu krijim më të mirë të kushteve të punës, një dimension më të theksuar të liberalizmit politik edhe kulturor, se mendoj që dhe ato kemi problem, kemi diskutuar disa herë bashkë, dhe një dimension të theksuar të mbrojtjes së mjedisit, në formën programatike. Ana genocid ushtrojmë tokë. Një parti e tillë, unë mendoj që duhet me ekzistuar në Kosovë. Unë do të kisha uru me ekzistuar në Kosovë, dhe unë tash po e them publikisht që një parti e tillë i kisha ndihmuar më themelon. Por që aty isha bën mas me dëshirë pjesë. E po, me u kthy tash, je të fol për ideologji, je të fol për orientim të partive politike. Në një kohë kur e keni parti që po e mban pushtetin, natyrisht në mënyrë si masmeje, në mënyrë të dhunshme, sepse kushtetuta dhe ligjet tona nuk e kanë para po një situatë kur përfundon një kuvend mandatin, vazhdon me ushtru funksionin, keni vendim të Gjykatës Supreme që thotë nuk mundesh me marrë vendime të reja, por i menaxhon ato paraprake. Kemi shpërbamjet kuvendit dhe këta ende me vazhdu me ushtru funksionin e ministrave, të kryeministrit. Është një nonsens. Një nonsens juridik që mbase kur ligjvendësi, hartuesit e ligjeve të kushtetutës nuk e kanë para pa një situatë e tillë. Dhe kjo neve na ka detyruar si shtet, si institucione të drejtësisë, përkatësisht gjyqin kushtetues, gjykatën kushtetuese, që ta rishkruaj kushtetutën me anë të aktgjykimeve për shkak të paparashikueshmërisë së Albin Kurtit. Do me thonë është dashur këtij çdo ditë më mbyll ka një vërim që mos me vazhdu me shkel kushtetutën, mos me vazhdu me cenu rendin juridik. Dhe tani nëse e keni parti të tillë politike, e cila po hyn e zgjedhë pa plan program, e cila ne nuk e dim se çfarë do të bëj për shëndetësinë, çfarë do të bëj për arsimin, çfarë do të bëj për ambientin, çfarë do të bëj për kategoritë sociale, për veteranët e luftës, për institucionet në përgjithësi, sepse është pas çka bën, e kemi pa këto 5 vjet se çka bën. Dhe vetëm si me thonë, a dut në politike ka, me thonë tjetëri, ti je me Serbinë. Ti je me Radojqiqin, ti je me Vučićin. Dhe si mas këtyne, po del se ma shumë se gjysma e popullit shqiptar të Kosovës është me Serbinë dhe me Vučićin.
Se tashme ata nuk janë shumicë, me zgjedhjet e fundit që patëm. Saktë. Si ka mundësi tash me u ballafaqu me plan program për ekonomi, për ambient, për shëndetësi, për çka do qoftë, më dikë i cili fare nuk ka plan program. Ai thotë ti je me Serbin. Ai thotë Ramushi ti je me Serbin. Në këtë kontekst, është kogja iluzion me mendu, me hynë në një garë, apo me themelu një parti politike që ka një plan program të caktuar, një vizion të caktuar, në një ambient kaq të kontaminuar politik. Ne diskutonim në Rubikon për çto çështje, çto pika. Nuk ka kur gjë ma problem se sa dikush me rajt edhe me shpif dhe ti me umbrojt. Ti du të mja njës me demantu. Saktë. Në qëtë frym, po më interesant që shteshe, se kjo që apo thu është e jashtëzakonshme, do duhej në një vend normal, partit politike me luftu me plan program. Me garu me plan program. Dikush thot që unë termocentralin Kosova A dhe Kosova B kam i mbyll. Por do të ndërtoj energjin në këtë formë, alternative, me erë, me diell, me gaz, me çfarë do të thotë, me hidrogen, ku ta di unë, me bërllog, që ka gjithandej termocentrale. Po na nuk flasim më për këtë pjesë. Na nuk flasim më për energjinë e pastër, tripërtretshme. Diskutimi është që sa kemi ble energji për Serbia. Diskutimi është kush është tregtari kryesor i energjisë në Kosovë. Dhe si ka mundësi që patrioti Albin Kurti mi a dorëzu tregun energjetik të Kosovës kompanive serbe, oligarkëve serb të energjisë elektrike, dhe jo vetëm. Ma ilustro pak që konkurencen me programe, me dikë që thjesht del në fushat, thot ju e një hajvan, na kthehet neve, na jep një ran, neve në studio televizive, media thot i shërbin Serbis, edhe kaq. Po që tash, unë mendoj të spari, do me thonë e tha edhe ti, unë nuk mendoj që ka Kosovë normale me Albin Kurtin krye. Se s'mund nuk konë, se Albin Kurti nuk do në normalitet. Unë po flas për një Kosovë që do të kishte më qenë Kosovë në të cilën ngarojnë njerëz me ide. Megjithatë, duhet ka rrugë për memria. Ajo është hapi i parë dhe i domosdoshëm. Ajo është unë mendoj që detyra kryesore e jona e gjithëve neve që spajtohemi me këtë politikë bërje, me 28 dhjetor është me mundësu që të transformim politikë të Kosovës, pra që me pasëm krye diko që me ndomeqëm edhe që e don edhe demokracinë, edhe zhvillimin, edhe ecjen para të Kosovës. Që Albin Kurti nuk e don asnjë në këtë, as nuk e don Kosovën me ecë para, as nuk e don më zhvillu, as nuk e don me qenë demokratike. Kjo për ne unë tash është e qartë. Disa prej neve që ka qenë e qartë shumë herë, po për shumicën nuk pas ka qenë e qartë, edhe fort mirë po vjen që është ka qartëzohet. Në situatat të tilla, kur ti ballafaqohesh me një pushtet i cili është uzurpatori jashtëligjshëm i postit, i cili përdor mekanizma populist të ndarjes së shoqënisë, polarizimit të shoqënisë, që ta janë armistë në të mirë, dhe i cili pastaj e përdor këta për me i pasuru njerëz për rreth vetës. A Martini, ai tjetri, meqense pushteti, unë mendoj që nuk mundesh me bol luftën të nda poshtë. Të thonë jo, për nga ata janë tjerë, na kemi një farë ideologji, më ndryshme, të përpajtona plotësisht me ty. Në këtë rast, bashkëpunimi duhet me shku përtej ideologjive dhe dallimeve që i kemi ne në çështje të caktuara programore, siç i kemi unë ti, siç i kam PDK-ja, siç i ka PDK-ja me akën, e kështu me radhë. Dhe natyrisht në kësi situata duhet me pas bashkëpunim. Unë mendoj që në një përpjekje të tillë, pra ka role të ndryshme dhe rëndësi të ndryshme. Ti e ki rolin tënd si gazetar, unë si komentator, ku do të tjetri që si pjesë e partisë, ai tjetri si udhëhet si partisë, e kështu me radhë. Secili për neve kemi rolin që duhet me lujt në të drejtim. Po një pikë duhet me mri. Po duhet me pas një qëllim. Kosova me ushqim. Edhe mendoj që na ku bashkohemi të gjithë është që mënyra që është Kosova, që është Albin Kurti dhe lëvizja vendosi e shohin të amën e Kosovës, na nuk pajtohemi me çto. Dhe mendoj që këtu e kemi të qartë. Dhe e dyta, tash çka duhet me qartësu ku kemi dallime, është qysh mërim deri te çaja pika B, në të cilën nuk kemi më Kosovë të Albin Kurtit, po e kemi një Kosovë të
të zhvillimit edhe të ecjes para, drejt integrimeve euroatlantike, zhvillimit ekonomik, drejt kthimit të Kosovës në një pozicion të shtetit të barabartë në rajon, që aktualisht jemi të humbur, për shkak të zhvillimeve të shumta. Mirë po, që është e rëndësishme, po ashtu me e ditë është që po, na nuk po mujmë me folë për energji, për çmime, për zhvillim, për investime, sepse nuk po na lën që kjo zhurma, përpara i thëshin vuvuzela, zhurma Albin Kurtit që shpall armiq, që shpall bashkëpunëtor të listës serbe, që shpall madje bashkëpunëtor të Vučićit, që thotë sikur në këshillin e fundit përgjithshëm që tha që në momentin kur është intensifikuar sulmi i Vučićit ka Shtetit Republikës Kosovës, tha partitë opozitare tha janë të bashkëpunuar me listën serbe, pra tha këta janë pjesë e sulmit. Për me shumë i poshtër duhet me qenë me thonë një gjë të tillë. Kur dihet edhe provat e dëshmojnë të kundërt. Kjo për mua është kriminale. Nëse ti e mendon që është Kosovën, nëse ti je apo më thuaj që je kryeminist po. Dhe ti po më thuaj që Lumira Abdixhiku, Bedri Hamza, Ramush Haradinaj, Jakub Nura, Samir Shtaku, e të tjerë, që kanë bërë bashkë me Vučićin për mos sulmuar ty, e ti s'po ndërmerr kur gjë atëherë për çka? Për çfarë sundimit ligjit jetën fol. Pra ja jetu rrejt, ja jetu dështu që s'po vepron. Dhe këtë drejtim mendoj që kjo është, për mua kjo është kohë alarmante edhe për të shakon pjesëve vendosës. Për shembull, votuesi me vendosës dhe antari vetë vendosës duhet më alarmu pe kësaj fjalie. Natyrisht, që me ta domethënë fakti që na nuk po mujmë me fol për çështje të rëndësishme për jetën tonë, apo jo. Fakti që ti për shembull sot s'po mundesh me fol që jetë e paguar energjinë elektrike shumë më shumë. E që duke e paguar energjinë elektrike shumë më shumë, ty s'po të mesin pastaj parë për çështje tjera që janë të rëndësishme për ty dhe familjen tonë, apo shkollimi i fëmijëve, shëndeti i fëmijëve, veshmbathja, ushqimi më i mirë. Që kjo është ka e dëmton Kosovën. Dhe pse pa e bën Albin Kurti to? Çka nëse të e bë me mbrojt skemën korruptive të energjisë elektrike? Çka nëse Albin Kurti është të e mbrojt? Po, kemi Vukhamovićin. Ne kemi fol këto. Është i kapun prej mafisë energjetike serbe. Dhe kjo për mua është alarmante. Pse po më vendos ti bariera që na si shtet mos me mujt me luftu varësinë që po na krijohet për Vukhamovićit. Pse po më vendos bariera? Kon jetë të e mbrojtë, vëlla, kallca. O, Visaru në kam raportu, kam shkru, që ditën që Martin Berishaj e ka marrë shtetësinë me dekret të Vjosa Osmanit, ditën, janë me data. Shikuesit mund t'i gjejnë në paparaci këto shkrime, këto ulëmtime të Erosit, ku jam edhe unë bashkëautor, 56.000 euro që atë ditë i ka ndalë llogari nga Beogradi Martin Berishaj në Prishtinë. Pse ky njeri është kaq i mbrojtur për Albin Kurtit? Pse ky njeri është kaq i ledhatun për Albin Kurtit? Mos mund të jetë i kapun nga Martin Berishaj? Sepse 1,5 milion kur i ke tërhiq ti cash nga llogaria bankare në Prishtinë, diku i ke çu ato. Unë nuk besoj që Martin Berisha i ka çu për ndaj farë investime apo me harxhu kafeve, diku i ka çu ato. Mbase është dashur me nda me diko. Sa? Mbase kjo tërheqje është pjesë e fitimit të dikujt tjetër. Sepse është dashur cash edhe mi dorëzu dikun. Koha, hetimet, unë besoj që do ta dëshmojnë një gjë të tillë, do ta dëshmojnë rolin e Albin Kurtit, për cilin unë flas vazhdimisht dhe të bashkëshortes e tij në energji, dhe do ta shohim një Kosovë e cila për këto 5 vjet në pushtet, po edhe nga koha kur ishte në opozit, ka godit secilin projekt energjetik që me sjell Kosovën në varësi të Vukhamovićit. Sa? Si ka mundësi, Visar, që edhe ti, edhe unë, edhe plot njerëz, nuk po arrim me i bind të gjithë njerëzit, të gjithë, se që kjo është skemë mafioze, kriminale, që Albin Kurti nuk është patriot, si që shitet, që është i korruptum, si që dëshmuam javën e kaluar, me akt akuzën e Rëzit Hajdarit, kur zhvillohej negociata korruptive në buk dhe zemër, dhe ndërkohë pagueshin faturat nga zyra e kryeministrit, që ky njeri
sundimin e ligjit e ka vetëm retorik ose mendon sipas mënyrës së tij, që arsimin nuk e do, përkundrazi do që tjetë niveli sa ma i ulët në mënyrë që njerëzit mos të kenë vetëdije ose ngritje intelektuale të mjaftueshme për ta kundërshtuar, për ta kuptuar se çfarë është po, që skemat sociale ky ka varfënim në mënyrë që t'i kontrolloj pastaj, pse s'po arrim ne ende, jo vetëm ne, që ne flasim ma shumë se sa liderët e partive politike në media, se jemi të medjave, po dhe opozita me i bindë se që kjo rrugë është gabim, apo me shtru si çështje, si pyetje për ty, kur ko me arrit me dëshmu se që kjo rrugë është e gabume, një tjetër është ma e mirë. Që tash, unë mendoj që spari është e vërtet që kemi gjithë këto afera për cilat edhe kemi folë, edhe duhet me folë vazhdimisht, për të mos harrojmë që na pjesën më të madhe të kozës, po thamon ti, po në përgjithësi opinioni publik flet për temat të cilat më shumë shkojnë për shtatë Albin Kurti. Po. Edhe ç'i krijon ai. Na më shumë kemi diskutuar është opozita me listën serbe ajo. Na kemi thonë s'është, ata kanë thonë është. Po. Po kjo nuk ka temë që nuk i konvenati. Ai don me majtë, don thash, domethënë ai don na me fol për çet punë. Për listën serbe të çdo që më mbroj diçka tjetër kënej. Po pra. Pse po do më mbroj që to pyetja kryesore të mushtru, edhe me këshir çka ka që po mbron. Po pra. E tash qytetarët e Kosovës duhet me ditë që prej shtrejtimit të energjisë elektrike në Kosovë, që pagujmë unë e secili që pagun fatura qëto, mas shumë të ka përfiton Vuk Hamović. Vuk Hamović është djali një generalit të ushtrisë serbe, shumë i afër me pushtetin e Serbisë, prej Miloševićit e Dejte Vučić. A din Albin Kurti kush është Vuk Hamović? Ka fola e vet. Shumë bile. Shumë se disa herë. Për herë të parë ka fola e më disa herë e ka përmendur në intervista dhe ka shpjeguar ç'është funksionon ç'është të shtatë që ka pas një rrethim të jashtëzakonshëm. Domethënë ai e din. Për shikuesit do ta nxjerrim një pjesë në ai e din kom për mbron dhe unë besoj duhet qenë për shtetet edhe pse. Tash Albin Kurti le dalë na kallzon neve, le ta thotë që na jem të e mbrojt dhe jem të e luftu çdo kontrata që po i merr Vuk Hamović në emër të Kosovës. Për shembull, pse nuk pja hek licencën zëraja, ata më janë nisë saj. Pse bashkëpunon me Noën kur dihet që Noa e blen energjinë elektrike për aty. Martin Berishën që e përmendet. S'po dojmë na shpjegoj çka është kjo puna Martin Berishës. Për shembull, kur ti do hekti 1 milion e diçka euro cash. 1 milion e gjys. 1 milion e gjys, që e përmendet. Kush kuaj që të para shumë e rëndësishme. Nuk mundesh ti me të hek para cash me shkuar në banesë Prishtinë, se banesë do të shkojë përmes bankës. Apo jo? Se rregullat janë të smundur aty janë kufizime shumë të mëdha financiare që ti mundesh për shembull me parë që mundesh me orientuese në aspekte të tjera legalisht po flas pa e përdor sistemin bankar. Po ka shumë më të vogla. Çka do të është shumë më madh duhet të shku përmes sistemit bankar. 1 milion e gjys euro ku janë shku. Tash, me 1 milion euro, me 1 milion e gjys euro në Kosovë, do të qenë Kosova vend i vogël. Ti mundesh me ndryshuar rezultat zgjedhor. Jo, po pra, me 1 milion euro ti fiton zgjedhje të vogël. Pa e pas një të heq. Tash ku janë shku çto parë ne më interesojnë. A ku 2021 këtu? po, i ka fituar zgjedhje. Ku janë shku çto parë? A kemi pa për shembull raportin që tash të asaj organizatës që ke shumë mirë keni raportuar dhe ju si paparazzi. Për çka po ndodh në rrjetet sociale me këto fake news, fake video, këto që po përdoren. A keni pa na që shumica dërmuese që prodhohen si veto janë sulme ndaj opozitës. Po. Edhe lavdata për Albinin. Kush e ka i bën çto? Mos kundërshtar të Albinit? Jo, natyrisht se jo. Kush e ka i pagu për ashtu? Këta me parë të zgjedhme. Se kallzom ti mos nuk e njeh bashkë, a bën çto punë pa para? Jo, natyrisht se jo. Pra- Sot me kriju video, Pse po na duket ka çuditshme çka. me kriju video duhen parë me investuar, se dush me marr atë programin premium. Ndryshe nuk mundesh me funksionu. E dyta, Sot me dush. ChatGPT ti me pas çasje të plot, ki me pagu. E dyta dush me investu që e mu rrit, me rrit shikueshmëri më të madhe, po, Sigurisht. me arrit audiencë më të gjerë, apo jo, Po, të ketë të sponsor. pare. Po. Kush i pagun çto? Na, Përmes faturave trymës që i shkojnë Vuk Hamovićit, i cili jep Martin Morë Berishës, për- i cili ja jep Albin Kurtit. për gjithë shkafit, të nderave. Po da. Madje edhe rezerva shtetore. Në parë të vjedhme. Domethënë që kjo tash për mua që kjo është skema, tash a do kjo më hetu natyrisht në aspektin kështu prokurorial edhe me e gjet fajtorin, në kush e fajtor, absolutisht po, në kërkon spesh shpallë fajtor. Unë vetë po them që kjo skemë që po Lumiri vizatohet nuk kada. pagun për me sulmu veten. As Bedri Homza nuk pagun me sulmu veten, e as Ramushi nuk pagun me thonë jemi Serbi. Jo, na ju kemi rënë qafë si opinion publik, jo në te, ju kemi rënë qafë për shembull që shpenzimet për Facebook Lumiri ka
të mëdha, ose relativisht mëdha. Bedri Hamza pastaj do të vjen i dytë, as po di a ka kështu me radhë, mirë po këto janë shpenzime zyrtare për Facebook që e promovojnë veten, që është komplet legjitime. Po do. A këto janë krejt zeza. Aktual se regjistrohen. Vinë në këtë tregun e zi të algoritmeve, të sponsorizimeve që janë veçanërisht në TikTok që janë brutal tash. Kam fillu partitë politike me pranu njerëz të ri visar. Ato që quhen aderime, prurje të reja. Dhe ka të partitë e opozitës. Veçanërisht ka të LDK-ja dhe PDK-ja. LDK-ja është partia e tretë, PDK-ja është partia e dytë. Kanë qenë opozit, por nuk ka këse aderime në partinë pushtet, në vetëvendosje. Që zakonisht ka edhe i afrohen partisë në pushtet, njerë që lakmojnë. Dikur ka qenë një strajc ku i mbledhët të gjithë, dhe tash nuk shkon kërkush. Qysh jetoj pa këtë, qysh qohet njeri sot, e lën një punë të caktuar dhe shkon një parti politike që është e treta, e dyta, nuk shkon të partia e parë. Gjë tash kështu, do me thonë, natyrisht spari unë i përgëzoj të gjithë dhe i uroj për ata që angazhohen në parti politike të cilat janë në opozit. Mos flasim se ka dallim me shku të partia në pushtet, mes të partisë në opozit. Kush do që në pushtet? Ka pas dallim dje me shku të PDK-ja kur ka në pushtet, ka shumë dallim sot kur shkon të PDK-ja ose LDK-ja kur nuk janë në pushtet. Pra kjo tregon për mua është pozitive në dy aspekte. E para është që po, do me thonë, njerëzit po e vendosin, sepse po vetisohen, që nuk bëm me vazhdu më me këtë lloj qeverisje. Dhe dyta po ashtu po besojnë që mënyra për me erëzu këtë qeverisës përmes partive politike, PDK, LDK, cilat do të qoftë. Dhe po flasim për emra, disa prej tyre që edhe i njohim edhe që janë profesionist, e që janë njerëz që kanë edhe profil publik, për shembull, e kisha përmend pase e kisha veçu zotin Ermal Sadiku, kemi me gjithë, i cili është një profesionist i jashtëzakonshëm. Kabashim po ashtu, Festim Kabashi. Edhe Festim Kabashi po ashtu. Po jo, e përmenda për një arsye të veçantë Ermalin. Dhe pse? Sepse Ermali gjithve nga kujtohet në paraqitet ti publike ka qenë shumë probëva një kohë. Ai ka pas një farë entuziazmi dhe besimi që lëvizja vendosje ka me ndryshu këtë. E pona një postim, dhe tash Ermal mos kemi nga tru adresë o vlo. Dhe tash paramendon një person i tillë, dhe më thonë që ka pas mbështetjen për lëvizjen vendosje, ka besu që lëvizja vendosje ka me zbatu programin e vet, idealin e vet kështu me radhë dhe ka kuptu me kalimin e kohës që ata ishin mashtrues. Po, këto 2 vitet e fundit, nduke 2 vjet, kemi qenë në Rubikon bashkë me Ermalin. Një kohë u dashke bajegi shumë, kemi pas diskutime të jashtëzakonshme, përplasje shumë të forta, sa e mbronte qeverinë. Unë natyrisht nuk e mbroja qeverinë edhe nuk e mbroj këtë qeveri edhe zakonisht si kom mbrojt asnjë qeveri. Po, ai ka qenë shumë i zeshëm. Dhe filloi një kohë kur ai u bëm ma radikal se sa unë në raport me Kurtin. Dhe thosha çka tu boki njëra, vën. Ai filloi me shpreh se veçanërisht në politikat ekonomike ka kuqe të mëdha. Dhe sot i është bashku LDK-s dhe unë do ta mbështes Ermalin. Absolutisht. Dhe secilin që merr guxim, se Ermali është i suksesshëm në fushën e vet, është inxhinier, ka biznes vetin, është punëdhënës, pagun taksa. Dhe ka vendosur me hyrë një subjekt politik që nëpërmjet atij subjekti politik me kontribu për këtë vend. Dhe ky ndryshim për mua është i jashtëzakonshëm. Këto unë jo vetëm që e mbështes edhe vlerësoj shumë edhe i kisha inkuraju edhe tjerë, tash unë e di që mund duket pak kështu me ato që thash fillim mund duket pak hipokrite, por nuk është. Unë mendoj që njerëz të tillë duan politikës Kosovë për shkak të gjendjes së njëjtë. Unë mendoj që Ermal Sadiku nuk ka nevojë për politikën, po unë mendoj që politika ka nevojë për ta. Për shkak të gjendjes së njëjtë, sepse neve na duhet edhe një gjë. Jo vetëm ai. Jo vetëm ai, po më falni për to. Unë domethënë fakti që njerëzit të cilët kanë pas një farë besimi në fjalën e Albin Kurtit, kur e humbi këtë besim mendoj që është më domethënëse, pra më orientuese se sa dikush që nuk e ka pas kur. Sepse ky është një njeri i cili e ka pa me sy të vet. Pra edhe në biznesin e vet, në punën e vet, në përditshmërinë e vet, por edhe në analizën që ja ka bërë politikës, se si Albin Kurti dhe lëvizja vendosje nuk po realizojnë pritjet, të cilat këto e kanë bindë një kohë me qenë entuziast ka shitër. Edhe që kjo për mendimin tim është shaja më e qartë e dështimit të Albin Kurtit. Pra dështimit politik, po flas, dështimit në qeverisje.
Pra kur njeri që merret me afarizëm, me biznes, i cili ka punë mirë, është punë dhënë se kështu me radhë. Vjen deri çat pikë sa thotë qëre, o kam vështirësohet kaq shumë jeta dhe puna, sa duhet me ndryshu gjithçysh to. Që kjo na tregon neve ku jem të shku ekonomikisht dhe pikërisht. Qysh jem të kolapsu ekonomikisht. E kolapsi ekonomik pastaj. Është kolaps i shtetit. Është kolaps i shtetit, badi hava ti pastaj këto aspekte ai tjera. godet jetën sociale, godet sistemin bankar. Krejt i godet. Goditja e sistemit bankar është rënë i shtetit. Krejt. Njerëzit nuk janë të ditë në gjë të tilla. Absolutisht. Sot bankat Kosovës për me rujt likuiditet i kanë dalë kredit. Që sot bankat funksionojnë, por duke i ndalë kredit për me rujt qarkullimin, likuiditetin. Për ndryshe, është jashtëzakonisht problem sot me marrë kredi në Kosovë për biznes. Bizneset e mëdha po marrin kredi jashtë. Po i kryjnë negociata në Vjenë, po i kryjnë në fondacione të ndryshme, siç është rasti i Prishtina Mallit, një kontratë që e patën tepër të madhe, por në Kosovë është problem me marrë kredi. Dhe ju e dini shumë mirë, se njerëz mendojnë që je ekonomist, por e një ekonominë shumë mirë. Ju e dini shumë mirë çka do të thotë kjo. Nëse një bank heziton me dhënë kredi për zhvillim, për investim, çai bie kjo? S'ka siguri. Absolutisht. Në dy, ajo bank nuk guxon ose s'ka parë me dhënë kredi ty. Që në rastin tonë është më shumë që nuk ka parë. Nuk ka parë. Dhe pastaj efekti i kësaj është që kjo shkon të kur konsumin. Se njerëzit konsumojnë atë përmes kredisë. Ti merr një kredi, blen diçka, që të parë pastaj çaj që ta ka shriti, merr investon diku tjetër, diku në pagun në rrugë, kështu me radhë zinxhiri shkon të zhvillu. Kur s'ka konsum, ekonomia bjen. Gjithçka bjen, pastaj fillojnë me ra çmimet, fillojnë me hu vlera aseteve që i ki, banesën e shtëpinë që e ke blete, që ke menduar që me çato më ke me mujt me organizu një jetë përpara, tash bjen vlerë, edhe secili godit. Kur janë nisin me urull parët, janë nisin me urull edhe të hyrat buxhet, kur urullën të hyrat buxhet, s'ki pare pastaj për policë, s'ki pare për mësues, s'ki pare për mjek, s'ki pare për ushtar. Apo jo, edhe çështu, se kjo kollaps e shtetit. Se shteti nuk bjen për një herë, ai bjen kapak, edhe këtë bjen. Tash, a di çka më duket shumë e rëndësishme. Për shembull, na kena pas fushatën e nën shkurtit apo të zgjedhjeve të përgjithshme. Çka kena pas në atë fushatë? Kena pas një nën Albin Kurti që me të kemizën skena. Edhe i thekë tjerëve hajvan. Edhe kena pas Bedri Hamza dhe Lumir Abdigjiku si dy kandidatë për kryeministra të dy partive më të mëdha. Që kishin program. Që kishin program që tonë kohë më shumë tregu që Kosova ka nevojë për zhvillim ekonomik dhe me përpara duhet me investu atë. Dhe pastaj na thoshin po ashtu që Kosova nëse vazhdon që ashtu ka me pas kollaps apo të dy. E njohin ekonominë mirë, Bedria ka përvojën. Lumiri ka edhe përvojën e shkollimit. Do të thonë dyja i kanë të dytë. Dhe në këtë drejtim më mendoj më nai çel syt neve si popull, më thonë që qëra. Kosova i ka çito probleme, zhvillimi, përparimi, pasurimi i qytetarëve. Se që kjo ta mundson. Janë liderë që dojnë me pas qytetarët e vetë pasur, një të varfër. Dhe be që kjo ta mundson mu koni lirë. Nuk mjaftojnë të drejtat letër, kur nuk i ki punë mirë financiarisht nuk je i lirë, kur ti ki punë mirë edhe financiarisht, që ajo ty ta mundson pastaj me jetu lirin tonë që çdo me bon jetë. Tash, na tham me gjithë ato si popull, tham atë çka pja japim çti. Çti që po na thot hajvana, se po na del më i mashëm që po thot hajvana. Pse apo mendon që këta dy tjerë nuk dinë më të thonë hajvana? Apo mendon që këta dy tjerë nuk dinë me dalë me shoh? Krejt na dinë me dalë me shoh. Shajnë edhe me nonë. Dinë me dalë me shoh. Po këta kanë thonë nuk është që kjo e rëndësishme, që kjo është e rëndësishme, zhvillimi është i rëndësishëm. Po uroj që këtë rallë kena me fillu me marrë vesh pak më shumë. Për shembull, kur njerëzit që janë të u marrë me biznes, apo çfarë do të çoh biznesi? Ata e vrejnë të partë rrezikun nga kollapsi financiar, që për të cilin folet ti. Këta kanë nisë me vrejt. Jo kanë thonë prej odës ekonomike të biznesmen tjerë që jena ka shkojnë të poshtë në këtë drejtim. Dhe mendoj që kjo na duhet me marrë si alarm, sepse në fund tëmbe ka më na godit. Janë disa profile në TikTok, besoj i ke pa, i një disa prej tyne, të cilët hynë live, 2x2, edhe shohen me nëmë. Shohen me motra, të liqin, unë aty i dëgjoj sa forma mundesh me shadikan, me çfarë fjalësh mundesh me shadikan. Dhe aty njerëzit fusin pare, cili po fiton me të shara. Në rastin në politikë, ne kemi vetëm një njeri të vetëm, i cili shan dhe momentalisht nuk e ka
një lider tjetër që mund të hyjë në TikTok me to edhe të shahën. Dhe derisa nuk po hyn kërkush në TikTok me to, po identifikohet vetëm njeri që shon, sikur këto personazhe, se s'pja përmend jam nëse hinem shojtën edhe mu mëse ne. Ky po shon vet. Pra e ka një monolog. Fyrjesh, shamjesh, përçmimesh, akuzash, se vetëm e fut në TikTok, me analizu se si komunikon, natyrisht, del i përafërt me çto personazhet e famkeqe shqiptare në TikTok. Tani, a duhet dikush me hi me usha me to, që këta tjertë me qitë gifta me fitu, apo duhet me lanë ato, letë shanë deri në fund, edhe deri sa të tjerë ta kuptojnë, se në fakt këta nuk janë hajvana e budalen, por është ky që po shanë hajvana edhe budala. Qërë, unë gjithë jam iftari kësaj që ti dush me mujtë budalakin me menquri. Jo, nuk Zara, bre. E di, po nuk është fitore nëse do t'i bosh budalësej. Natyrisht, nësë po thëmë në gjithë të tjilë. Kështu, për përndimi të, ama kjo nuk do të thë që ti s'dush më marrë me ta. Nëse ka njëherë po ndodhë që kjo kesh kuptim të disa për përfaqësuesve të partive politike. Po thojnë, na nuk bomi si vetë vendosja, rrjedhimisht s'merremi me ta. Jo, ti dush më marrë me ta, po jo si vetë vendosja. Për shembull ti kur ta bën atje me listën serbe, ti dush me ashtu pyetje, me thonë mirë kryeministra apo na kallzon çto miliona Vukamoviçi pja pse pja. Apo na më shmang çto, a ka ndonjë mundësi? Për shembull çato miliona që na i merr Vukamoviçi pse s'po investojmë në termocentral gazit në Ferizaj. Po. Ti çto kallzon atje? Çka mund të kry? Jeti lista se thuajti ato lista serbe kret thuajt, po kallzon çto 5 vjet e kon kryeministër pse nuk e ke bëu çto. Ai shko mirë për Kosovën, do nëse po pse s'e ke bëu. Çfarë unë mendoj në fund që adin për me thjeshtësu krejt dilemen që e kemi si Kosovë sot. Janë dy rrugë, janë dy mundësi. Kosova mundet me ecë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian në NATO, apo? Nuk ka rrugë e lehtë e as e shpejtë, po që ne mujna me shku me ecë. Që do të kuptonte kishim ecë. Rëndësishme është mu nis. Kishim ecë me Shqipërinë, apo? Se Shqipëria që ne është NATO është, do ka shkon Bashkimin Evropian shpejt. Që kjo është mundësia e parë. Mundësia e dytë është mos me ecë ne, me met që të ku jemi, që të farë moçali çtu, në të cilin qartë azi mesin me Serbinë. Që kjo është zgjedhja, nuk ka zgjedhje tjetër. Këto janë ketë pastaj detaje, që së më interesojnë. Për mu, që to janë dy rrugë, edhe që shtu në shoh politikën së në Kosovë. Pra te ki Shqipnin që po shkon Bashkimin Evropian, dhe Serbinë e Vučićit që po thotë, na nuk po dojmë, na po dojmë me që të. Në rregull. Tash, na si Kosovë, a dojmë me najt me Serbinë, a dojmë me shku me Shqipnin. Une e kom të da me menën. E besoj edhe ti. Unë du me shku me Shqipnin në Bashkimin Evropian. Letë kallëzojnë të atjerë ku përdojnë me shku. Sigurisht, përdojnë, natyrisht, angazhohen me takatin të për këtë drejtim. Është një gjë visar që ne po hymë në këto zgjedhje, dikush me program e dikush me akuza. Po, Kosova shpallë e pavarë në 2008. 2008 zyrtarisht jemi pavarësu prej Serbisë. Me njohje solide, me mbi 100 shtete që në ka njohë, me antarësime në organizatat të ndryshme të cilat tashmave që janë ndalë. Dështu me o antarësu në Këshillit të Evropës, për shembull. Dështu në kohën e këtyre zgjenive që i kemi në pushtet. Ka qenë një drejtim i vendit që çdo ditë me punu me ecë përpara dhe ne u pavarësuam edhe në kokë edhe në mendje nga Serbia. Këto vitet e fundit jemi të pushtum në mendje tona nga Serbia. Pra diskursi është Serbia. Pse nuk po çlirohemi na prej truni, pse s'po e hjekim na Serbinë prej truni. Si është e mundet që na u kthy Serbia kaq fuqishëm në diskursin tonë, në mendjet tona, të tyre, në kohë kur ne jemi të pavarur prej Serbie. Është kjo mënyra e vetme e tyne për të na kontrollu, për t'i mbajt në pushtim mendjet e njerëzve, apo këta vërtet besojnë që Kosova nuk është e pavarur? Po qërë tash është... Se jemi fare në fund. Po, kjo është, do me thonë për mu, evidente që ka një varësi konceptuale që po ndërtohet prej Serbisë.
Nuk është kjo varësi kështu drejt për së drejti, por varësi konceptuale. Për shembull, mua më ka dukur shumë interesant një pjesë e diskutimit për Këshillin e Evropës, kur e kishim shansën të antarësu Këshillit të Evropës. Natyrisht kërkesa ishte me nis procesin e asociacionit. Asociacioni është një marrëveshje të cilën e kanë pranuar gjithë liderët politik pa dallim, apo jo, pe 2013 statuti këtë kanë pranuar. Por kjo nuk mundet me qenë arsyeja. Po mu që më do ke interesant është që njerëzit e lëvizjet vendoset, ata që e mbrojnë politikën e vetëvendosur, botë thëshin mes tjera është përmendur që Serbia nuk zbaton marrëveshjen, se Serbia po mundohet me pengu antarësimin e Këshillit të Kosovës, Këshillit të Evropës. Atë të ishte në rregull, po mundohet me. Po ai shkon më mirë më antarësu pikërisht pse po mundohet Serbia me pengu. Se s'moj kemi pengu edhe nëse ka dashur. Ata thëshin ja, Serbia s'po zbaton marrëveshjen. Pas zbatu Serbia marrëveshjen, na nuk shkojmë Këshillit të Evropës. Që çfarë absurdi kjo be. Domethënë pa na thonë Serbia shkonin, na nuk shkojmë Këshillit të Evropës. Serbia është antare e Këshillit. Po edhe ti thu po pse po varesh për Serbisë valla. Që ka lidhje që thotë Serbia. Që këne e kemi rrugë që mund është më shku. Po dhe. Pse po don kënej më Ta shku. qelen Evropa, ta qelen deri, tha hajde. Le Serbin ti, hajde. Jo, pa na thonë Serbia. Qysh? Atë çfarë absurdi kjo. Tash s'po bona konspiracionist me thonë ta e bëj me qëllim. Që kjo mënyrë të menduarit që ku të bjen. Pallavisar. Po nëse Edhe nëse nuk e thu, po të këshyr veprimet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pi shkojnë qatë drejtim. Dakor, po që ku të Po bjen po që kjo. konspiracionist, po të analizojmë. Çka po shkruan këtu Go Plus? Na duhet me ditë pse shkruan që kjo Go Plus. Po kupton? Jo, po.